ka marrë një publicitet të madh dëshmia e James Rubin, një aktor kryesor në kohën e luftës në Kosovë dhe të Rambujës, të konferencës Rambujës, dhe gjithashtu edhe të Paul Williams, i cili ka qenë këshilltar në të ekipit shqiptar. Pra kemi të bëjmë me një paraqitje të dëshmitarëve të palës mbrojtëse. Neve kemi folur shpesh herë për Kosovën, në sidomos për atë kthesë historike që ishte Rambujeja, rolin e UÇK-s, rolin e LDK-s të Ibrahim Rugovës, veçanërisht, rolin e Shqipërisë, rolin e Amerikanëve, rolin e francezëve, italianëve dhe gjermanëve në këtë konferencë. Por sot do flasim më konkretisht me një dëshmitar të dorës së parë, shmik i emisionit dhe i televizioneve tona, është një personazh sa i qetë, por aq me një të shkuar të cilën shpeshherë nuk ka qef të tregoj. Jam këtu me profesor Fatos Klosin. Profesor, mirë salve. Bravo. Jo, tani ca gjëra do na i tregosh. Megjithëse James Rubin tha në dëshminë e tij mos më bëni ta hap arkivat sekrete. Si ka, nuk është punë arkive sekrete. Kjo gjykate ka filluar detyrën e saj me plane shumë të mëdha. Asnjëherë se kuptova pse. E para vetë u krijua si gjykat me një presion shumë të madh nga perëndimi mbi PDK-n më shumë nga të tjerat parti. Dhe pastaj bëri dhe një hap tjetër që vendosi që serinë e saj, vendosën ata që serinë e saj ta kishin në Hagë, jo në Prishtinë, se është një gjykat kosovare. Praktikisht me idenë që base të akuzuarit mund të intimidoni ose të friksonin, se tash italisht, të friksonin të shkrimtarët e akuzës. Dhe ndodhen gjithë to gjëra që ishin jo normale dhe pastaj filloi gjykata dhe pastaj koha që po i mbajnë brenda në parapurgim vërtet i ka kaluar gjitha kufit e mundshëm. Gjithmonë me idenë që dhe nxorën shumë dëshmimtar, natyrisht plot gjëra kanë ndodhur, nuk është se asgjë s'ka ndodhur, po fakti që ishte gjyqi këtyre të katërtve, jo atyre që kishin tërheq këmbëzat e nësetash, e vuri prokurorët në vështirësi. Pse duhet të demonstronin që ore, këta ka dhënë urdhra, se sigurisht këta nuk janë njerëz që të zakonshëm, kanë qenë shefa të UÇK-s dhe nuk kanë pas rast pire fare të shpërplasën me kundërshtar, qofse mund të qymë kundërshtar ata, qoftë se bëhet fjala më shumë për civilët, sigurisht. Civilët qoftë kosovarë, qoftë sërbë. Dhe unë që i kam njohur dhe i njohur dhe i quaj që s'kanë qenë aqë da thej sa të bëjnë gjëra ata vetë. Kështu që prokuroria u vu para pozitave shumë të vështira. Kjo gjykat më duket se u krija më tepër si një frymë, meqense bëm një gjykat që gjykoi serbët, kosovarët, për një farë kompensimi. Hajde bëjmë një gjykat që të dënojmë edhe ca, domethënë që të ruajmë ato balancat, si e thonë një fjalë. Po më duket se nuk eci kjo ide për një arsye shumë thjeshtë. Në të gjitha ngjarjet për cilat akuzohen serbët, ka qenë ushtria serbe ose ushtria e Srpska Republika në Bosnjë. Dhe atje kolona, si piramida e urdhrave shumë e saktshme, në ushtri nuk bëhet asgjë pa u dhënë urdhër, pse ushtarët s'kan të dhënë. Jo, mund të kenë edhe pasoja nëse një ushtar të kalon normat pa pasur urdhër dhe më the po, ama po të ketë urdhër, problemi dhe ndryshon pastaj se urdhri jepet për këtë, për atë dhe justifikohet. Ndërkohë që me këtë ide dhe atje u dënuan plot. Janë dënuar plot ushtarak serb. Kur erdhi puna për UÇK-n, është tjetër gjë fare. Është tjetër gjë fare. Gjithë e dim se çdo më thënë luftë partizane. Kemi historinë tonë. Që një luftë që zgjati 2 vjet paktën, pjesa e fundit e asaj lufte, dhe e dim se me çfarë sikletësh kanë luftuar. Sa është kollajshme të përplasesh, këtu kishim një armik vërtet. Në atë kohë, Jugoslavia ka qenë fuqia e tretë ushtarake në Europë. Unë e di të dytën, po s'ka rëndësi. Por dihet që ka qenë një ushtri shumë e fortë.
Dhe ishte një ushtri që nuk erdhi si pushtues aty, ishte brenda. Pse se Kosovën ata kanë marrë që pas luftës së parë botërore, domethënë. Edhe pra e kishin pushtuar në mënyrë kapilare. Sigurisht, por shërbimet sekrete sigurisht që kishin shumë bashkëpunëtor. Dhe popullsia serbe nuk ishte ajo që është sot, sigurisht ka qenë shumë më e madhe. Pra ishin shumë faktorë që e bëjnë diferent të ndryshme. Situatën në një luftë partizane se që kishim neve me pushtusin, të mërësi se ishte klasit parë, Wehrmachti Gjerman, po dhe ushtria serbe, sa po e thamë, që nuk ka qenë e parëndësishme. S'ka qenë një ushtri që mund të luftosh me një ushtri të tillë, brenda vendit që konsideron vetën, nuk e quhen pushtues, po është në vendin e vet, është vërtet shumë e vështirë. Dhe dihet që komandat që kanë qenë në zonat të ndryshme të Kosovës nuk kanë qenë ai të lidhur, anërisht sot ka celulare, ka ca mjete. Të gjitha këto mjete përgjohen. Nuk është hiç vështirë për një vend si Jugoslavia, me aleat fuqishëm si rusët në atë kohë që ishin shumë më tepër se sot, që ishte shumë e vështirë që ushtria çlirimtare e Kosovës të kishte modelin e një ushtrie të rregull si që ushtria jugoslave. Dhe sot tu ka ardhur çështja me gjykatën. Meqenëse gjykata praktikisht dështoi për ato krime të mëdha, si Shtëpia e Verdhë, kompani që ishin propagandë. Ishin sigurisht propagandë. Dhe ata e morën me entuziazëm në fillim që kishin doli që nuk ishte aq që thjesht. Sigurisht thash dhe në fillim, nuk është se s'ka ndodhur gjëra. Në një vend, në atë situatë, kalon nga një lloj pushteti në një tjetër, Judea me forca të huaja që mbanin rregullin e mbështettar se u futën aleatët aty brenda, edhe ambienti për krime, për hakmarrërat vjetra, edhe grabitje, u bë më komod. Kështu që ka ndodhur, po nuk janë këta që duhen akuzuar për gjëra të tilla. Profesor, thuhet që dëshmia James Rubin në një farë mënyrë demitizoi Hashim Thaqin. Në fakt Hashim Thaqi, më sa di unë, kur nuk ka thënë që unë kam qenë komandant i përgjithshëm. Po s'ka qenë. Po dhe isë politika ka qenë. Po. Shtjetë gjë, komandant më kanë qenë tjetë gjë. Ka pasur komandant shtabi atje, ka pasur dhe njerëz më të rëndësishëm se Hashimi. Me thënë drejtën, Hashimi u bë i njohur me Rambujen. Me qenë se janë shumë motive. Me qenë se ata që ishin vërtet, nuk ishin brenda Kosovës, o Zvicër, o Shqipëri, se kështu organizuan edhe UÇK-ja. Dhe nuk shkonte që atje të venin njerëz që ishin jo direkt nga lufta dhe u caktua Hashimi. Hashimi është djalëzgjuar, ka qenë i rëndësishëm, por nuk ka qenë ai kryesori. Nuk ishte komandanti operativ në teren. Ai e përfaqëson të UÇK-n në marrëdhënie me partnerët, me shtetet të tjera, sa herë që duhesh, politik, pjesa politike e problemit, si thosh. Ushtarakët që jepshin urdhrat e mbështetësh janë tjetër gjë fare. Por sot ka ardhur problemi që ku ka ngecur gjykatë. Natyrisht duke mos e akuzuar dot për ato krimet e mëdha që u diskutuan në fillim. Dhe duke ardhur të kjo që dëshmimtarët nuk po përmendin ndonjëherë emrat e këtyre. Se s'kanë qenë as gjikundi këta që mund në skena të tilla që ka qenë dëshmimtar. Dhe nëse kanë bërë në hile, po e themi, jo krim, nuk e kanë bërë për një dëshmimtarve. Kështu që tani ka ardhur puna që këta të akuzojnë jo për ato që ishin në fillim, po e akuzojnë për faktin që kishin një ushtri normalisht edhe janë burrën që kosovarët. Fatkeqësisht shumë prej tyre shkruajnë në libra, direkt sa mbas çlirimit të Kosovës, jo kështu, jo i bëm kështu, jo i bëm ashtu. Ndoshta edhe duke e fryrë pak aktivitetin e tyre. Dhe tani kanë ardhur te kjo që kanë ndodhur ca gjëra. Këta kanë qenë shefa, këta mbajnë përgjegjësinë. Po mbajnë përgjegjësinë nëse do ishin vërtet ushtri e rregullt, pra ka shumë gjëra dhe ka ngjesur problemi.